Partitë politike vazhdojnë të mos i zbulojnë emrat e kandidatëve për kryetar komunash. Partitë e bllokut politik shqiptar thonë se vazhdojnë edhe më tutje bisedimet interne rreth kandidaturave të mundshme për zgjedhjet lokale. Kreu aktuali komunës së Tetovës, Bilal Kasami, ka thënë se para se të merret vendimi final, po bëhen anketa për të parë se cilët nga kandidatët kanë gjasa reale për rezultate pozitive. Megjithatë, Kasami tha se koalicioni Vlen do të përmbyll procesin e përzgjedhjes së kandidatëve brenda këtij muaji. Ne jemi në fazën e përzgjedhjes së kandidatëve, procesi është pak më kompleks. Duke biseduar me kandidatë të cilat vinë nga partitë politike, por edhe nga shoqëria civile dhe gjithashtu edhe faktor tjerë, do kisha thënë, të rëndësishëm të shoqërisë. Jemi në fazën edhe të testimit apo të anketave se cili nga këto kandidat do të kishte dalë më mirë tek votuesit. Për zgjedhjet lokale dhe për zgjedhjen e kandidatëve ka folur edhe Skender Exhepi nga koalicioni Fronti Evropian. Ai tha se personalisht nuk do të insistojë që kandidatët e tij të jenë bartës të proceseve dhe nuk do të shkaktojë probleme brenda koalicionit. Tha se bisedimet brenda Frontit Evropian janë duke vazhduar dhe asgjë nuk ka finale. Foli edhe për afrimin e Arben Taravarit me Frontin Evropian. Bisedimet nëse ka mes individëve, respektivisht kryetarit të BDI-s dhe Taravarit, ato janë bisedime personale, private. Do thot, kur them private, them jo në emër të Frontit Evropian. Nëse ka ndonjë marrëveshje mes tyre që do të vijë në kuadër të Frontit Evropian, tek atëherë Fronti Evropian do sjellë vendim për kraje ose jo të bisedimeve të tilla. Do thot, vendimet e Frontit Evropian e sjellin kryetarët e Frontit Evropian në tavolinë, në bisedime dhe në diskutim të hapur. Kur jemi tek zgjedhjet lokale, kandidaturë e zyrtarizuar deri më tani është ajo e Isen Shabanit në Vrapçish, që do të garojnë në llogun e Aleancës për Shqiptarët, kreuji Arben Taravarit. Ndryshe, emrat që veç më përmenden në opinion si kandidat të mundshëm janë ai Bujar Osmanit në Çajir, Bilal Kasamit në Tetov, Valbon Limanit në Gostivar, Blerim Sejdiut në Zhelin, po edhe disa emra të tjerë.